Me emision 3 pikët, Shqipëria është gati për takimin kundër Andorrës, një ndeshje e lehtë në letër, por jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Trajneri Silvinho ka në dispozicion grupin e plot, asnjë mungesë, një luks që fut në mendime teknikun Kuqezi në lidhje me formacionin që do të hedhë në fush nga minuta e parë. Rikthimi i Ismailit pas dëmtimit mund të sjellë një balotazh në qendër të mbrojtjes, por në çdo rast, Silvinho i ka besuar gjithnjë Ajetit, e ka bërë këtë në çdo moment të rëndësishëm. Pjesa tjetër e prapavijës nuk ndryshon, me Hysajn në të djathtë dhe Mitaj në të majt, nuk pritet të ketë ndryshime të mëdha edhe në mesfush, pavarësisht se me Don Berisha dhe Ylber Ramadani, dy lojtarët e Leçes po kalojnë një formë të shkëlqyer. Tredhëmshi Aslani Julian Shehu Qazim Laçi nuk pritet të ndryshojë. Një dilemë e madhe ka të bëjë me sulmuesin, ku në balotazh për një fanel titullari në krahun e majt është Uzuni me Arbër Hoxhën, me këtë të fundit që shihet favorit. Reimanaj do të zbres nga minuta e parë në të majt të sulmit, i mbështetur nga Armando Broja në të djathtë. Pavarësisht se kjo është një sfidë në transfer, tifozët kuqezi pritet jenë dominues përballë Andorrës për të mbështetur djemtë e Silvinhos në këtë transfer shumë të rëndësishme.